Vllaznia do të luajë të shtunën ndeshjen e radhës për kampionat me Bylisin. Në prag të këtij dueli, mbrojtësi i vllaznisë Erdenis Gurishte doli në konferencën e zakonshme për shtyp. Mbrojtësi shkodran foli për situatën psikologjike pas dy humbjeve shumë të rëndësishme, siç ishin ato ndaj Dinamos dhe Elbasanit. Ai tha se me Bylisin duhet të marrin 3 pikët me domosdo për të rikthyer moralin dhe entuziazmin tek ekipi. Normalisht nuk është momenti më i mirë sepse një harë kohor të një javet, arën dy hupje, si eliminimi me Dinamon edhe hupje me Elbasanin, dhe mund ndikojnë të pjesa psikologjike, por gjithsesi jena mundu me ilan pas këtë hupje, dhe më fokusu të ndeshjet e radhës, sepse e dim që asnjë s'ka marru, jena në lojë fuqishëm, edhe duhet që me do mos të marrim 3 pikë ditën e nesërme që të rikthejmë moralin dhe të kthejmë entuziazmin tek ekipi. Nuk ka vend për zhgënjim, nuk ka vend për mërzitje sepse kemi 3 ndeshje në një harë kohor të një javet dhe pastaj kemi edhe Final Fourin. Gurishta foli edhe për faktin që me Bylisin do të luftojnë vetëm për fitoren, ndërsa shtoi se pavarësisht se janë të vetëm në garë dhe pa aleat, shkodranët nuk do të dorëzohen dhe do të vazhdojnë luftën për titull, edhe pse lëshuan kreun e rënditjes. Shiko, nëse ne shikojmë ballshin në tabelë klasifikimit, kemi bërë gabimin më të madh, sepse edhe përvoja jame në tanta vite, eksperienca jame në tanta vite ka treguar që ato ekipet që janë në poshtë tabelës së rënditjes dhe që shikojnë si leta në letër, nëse nuk ke vlerësimin maksimal ose nëse nuk ke përqendrimin dhe seriozitetin e duhur gjatë ndeshjes, ato ndeshje bëhen shumë vështira. Mendoj se ballshi meriton vlerësim maksimal sepse ka lojtarë cilësor brenda ekipit saj që mundën me të bëj dëm çdo moment, por për ne nesër është i vlefshëm 3 pikë që duhet ta marrim me çdo kusht 3 pikë. Që nga fillimi i kampionatit deri tani kemi luajtur vetëm, do të vazhdojmë të lozim vetëm, nëse do meritojmë titullin kampion do ta marrim titullin kampion. Pa i thënë faleminderit asnjë ekipi sepse ne jemi vetëm fushën e lojës dhe për gjatë gjithë sezonit mendoj se kemi merituar që të jemi në kryet tabelës, sepse kemi qenë shumicën e kohës në kryet tabelës. Ndoshta herë pas here për gabimet tona apo për mungesë përqendrimit e kemi humbur vendin e parë, por gjithsesi jemi në lojë për vendin e parë. S'na interesojnë ekipet tjera, s'na interesojnë nëse ekipet tjera bëjnë llogari. Ne jemi në lojë për 9 pikë dhe nëse i marrim të 9 pikë, jam i sigurt që do të jena në vendin e parë dhe shkojmë në Final Four me një motivim krejt tjetër dhe me një moral krejt tjetër. Vllaznia synon një reagim të menjëhershëm këtë fundjavë me Bylisin në një ndeshje që konsiderohet vendimtare për vijimsinë e objektivave sezonal.